Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhni në një tjetër video në kanalin tim. Më në fund hapa një video mbas shumë kohësh. Jam përpjekur të bëj dhe vlog më parë, por nuk më ka pëlqyer video dhe e kam lënë. Ka qenë e pamundur që të filmoj. Kam filmuar shumë pakës sepse është kjo mosha e djalit tani që grindet shumë edhe ka qenë e pamundur, nuk kam për tot. Nëse, si që përshkoni jam në një banjo, jam me pushime vetëm me fëmijët, të mora këtë risk, sepse burri nuk ishte kohë, nuk ishte mundësi të vinte, punonte dhe kështu që me që se s'kishte fare mundësi, e mora vetë riskun. Hera me fëmijët, kam ardhur në një ishull tjetër, kam ardhur në një ishull ku është kushuriri i burrit këtu me familjen edhe ka një fëmijë edhe në moshën e ajlës. Jam dhe me kushurira tjetër të burrit edhe këshurien mi goxha. Mirë, po jo kalojmë, unë jemi dhe ditën në 3-4 diçka e tillë, pas nesër ikim, por nuk e kam filmuar sepse janë ngrindur të dy fëmijët edhe vetëm. Kam marrë poshtri dhe flokët ndërkohë sepse do dalim, kemi ardhur nga plazhi edhe po rregullohem. Kam marrë një dhomë. E kam marrë me një kuzhinë shumë të vogël që t'ju bëja ndonjë mëngjes fëmijëve diçka kur nuk do hanim jashtë. Kështu që mora një kuzhinë të vogël edhe me tualetin. Është shumë e vogël, nuk është ndonjë gjë e madhe, edhe më mirë sepse muj, pis, jo djali kap çdo gjë, kështu që më mirë pak edhe nuk më ngacmoj gjëra. Kështu që po, do t'ua tregoj ndoshta ditën e fundit që do ikim sepse tani është programuar pak, jo shumë, se e kam rregulluar sot. Tjetër, kemi ardhur në Siros, nuk e di po ju thash, emrin e ishullit. Është një ishull i vogël grek. Është do me thënë, kam ardhur nga ishulli në ishull. Kemi kënaqur, kemi dalë me fëmijët, kemi vajtur disa ditë në plazh. Si ja kam kaluar unë vetëm me fëmijën. Po ja, si t'ua them, mirë, ka patur dhe grindje nga të dy. Hajde, mirë mund të them. Edhe kështu, këto deri tani ne do të dalim. Do t'ju marrë me vete, nuk e di ku do të vemi, e kishim për një vend, po ka shumë shkallë, edhe me fëmijët që të ecësh me shumë shkallë, pa makinë, apo të jetë rrugë drejt për karroca, është e pamundur, kështu që nuk e di po do vemi. Erdha! Do dalim e do pastaj pak të çanta, se kam full me gjëra, me bidona, me të gjitha. Ajla, kjo kamera jote nuk ka karikim, ha? Po qëra me. Okej. O zotë që nuk ka. Ja, bidona me ujë, jetur të koshi. Gjithmonë marri ilaçe, fëmijët nuk e di të nalën, marri ilaçe me vete për fëmijët, sepse nuk e di çfarë ndodh natën, shok mos të ndodhi gjë, por për siguri. Kam ardhur në shtëpi dhe jam ulur këtu te balkoni, kam vendosur fëmijët në gjuhë. Edhe po, nuk e di, po çdo ditë kam nga një dram me fëmijët. Më grinden e kështu. Ka dhe të drejtë sepse janë prishur të gjitha orare, edhe me shumë të drejtë që grinden edhe vën. Disa si unë ulla pak këtu te balkoni, po rri, po pi një pije, do t'ju tregoj pak pamjen e balkonit, është fantastike. Sepse nuk kam dhe shumë bateri në telefon, kështu që do t'ua tregoj shpejt e shpejt. Ishulli në përgjithësi është goxha i bukur. Nëse do veni kur veten në qendër, sidomos, ke të jep një vibe me Italinë, ashtu e ka arkitekturën.
Lexova goxha për ishullin para se të vija, edhe kur isha këtu, edhe ka një ishulli këtu në ishull, një gjë interesante është që janë shumë katolik. Me thënë, në përgjithësi Greqia është ortodokse. Më duket se është i vetmi ishull që ka shumë kisha katolike dhe shumica janë katolikë dhe nuk janë katolik të ardhur. Katolik të ardhur tani vitet e fundit, por janë shumë të vjetër. Kështu që ka dhe ortodoks, ka, por shumë pak në krahasim me katolikë. Dhe mendoj se kanë prejardhjen nga Italia, nuk e mbaj më të mirë si e lexova. Edhe prandaj edhe kanë edhe arkitekturën si italianët, ka shumë afërsi, ka shumë ngjashmëri me qendrat e qyteteve të Italisë. Fryn shumë erë, në përgjithësi çdo ditë ka frytur erë, edhe në përgjithësi këto ishull këtu fryn goxha erë që ky ishulli e deri në Kret fryn shumë më shumë se sa ishulli jonë të tjerët. Tek ne dhe ndoshta pushon do i ditë, kurse këtu fare fryn goxha erë. Edhe deti është me rër, është një rër ngjitse që ta acaron erva, të bën pis në çdo gjë, nuk e di, është si ishull është shumë i pastër, në krahasim me ishullin ton është shumë herë më i pastër. Nuk ka semafore dhe njerëzit janë shumë të edukuar, ndalon makina direkt kur të shikojnë rrugë që do kalosh, direkt ndalojnë të gjithë, ndalojnë motorrat, çdo gjë shumë të edukuar në krahasim me ishullin tonë që edhe me të kuq kalojnë. Kështu që po janë shumë herë më të edukuar. Diçka interesante është që në mëngjes kur del ose edhe gjatë ditës, njerëzit të flasin, nuk të njohin fare, të thonë mi mëngjes, të thonë të përshëndesin në përgjithësi. Po, dhe janë njerëz shumë të kulturuar, shumë të dashur. Nuk vetëm një te ky dyqani këtu pak tipa të çuditshëm që më kanë dalë, kurse të tjerë shumë njerëz janë shumë të edukuar. Sot kam qenë në Lidl, isha me Jasona dhe Mazuri Gjumi, isha pa karrocë edhe kisha në krah. Ai kasieri ka lënë kasën e tij që kishte shumë radhë, edhe u tha do më prisni pak sepse në lash me fëmijë që po i flej gjumë, e kisha në krah, hapi një kasë tjetër që ishte poshtë, më kaloi mua dhe mbylli përsëri. Në këto nivele është edukata, në këto nivele është respekti këtu. Këtu është një rrugë kryesare dhe nuk e di sa më keni dëgjuar, po unë do ta fik tani, do t'ju them natën e mirë dhe do ju hap nesër, sepse nuk kam as bateri në telefon, po edhe rruga nuk më lë që të flas makinat, motorat sidomos. Kështu që natën dhe shihemi nesër, ditën e fundit, që kemi gjithë ditën në ishull, pas nesër do t'ikim. Miau? Qa ka? Miau? Miau, bravo. Ja, Soni. Bye bye. Bye bye. Ti kim? Do rish vetëm? Ejde. Ishim në supermarket, në duhet të ngjisim edhe të zbresim disa shkallë. Jo disa janë shumë, por s'ka problem, do arë me foto këtu se arë nuk bëra video. Morëm në supermarket pak gjëra, nesër do ikim, kështu që për të ngrënë në mëngjes ose në darkë. Mora këtë kosin e frutave me mango dhe passion fruit. Kishte edhe me luleshtrydhe, po thashtë provoja këtë sepse nuk i kam provuar asnjëherë. E mora fëmijëve kos frutash, këto po përdor tani në mëngjes sepse i han. Mora edhe këtë byrzylyku, më pëlqen shumë.
Edhe mua. Edhe unë mora nga përzyllu. Mori dhe Aila, ja një përzyllu. Por dhe jotja? Është shumë bukur. Shumë e bukur. Këto aktivjat për gjatë ditës, për tani një në mëngjes. Këtë ujnë me vitamina. Këtu në Greqi nuk kam provuar asnjëherë asnjë ujë me vitamina. Në Shqipëri haja shumë. Tani do të jap mami, tani. Jo. Mama vjen dire. Jo, në mora, nuk merë këtë në. Se hapi kë. Ja, sora, ja do bet pis. Unë mora një kozë. Merë. Unë mora një kozë. Kos të tjerë, për edhe për nesër në mëngjes. Edhe disa kështu që mos i shikoj jasona, mami. Me marrë këtë qeshka dhe vajnë pastaj. Mos i shikoj vllai, sepse nuk duhet i haj tani, që të haj dhe drekën. Pastaj. Këto ishin gjërat që morëm, mora dhe kafen që e lash andej. Edhe po. Edhe po, tani ne do ham këto në mëngjes dhe do ikim tek shtëpia e kushëririt të burrit. Atje do ham drekën, që na ka bërë kushërira makarona me kima. Dhe pastaj do kthehemi përsëri në shtëpi që fëmijët të flenë gjumë dhe të dalim në pasdite në darkë. Sepse po nuk do flenë fëmijët, do na vesin na vajtim brëm. Një lëmshi vërtet. Ose e më. U filluan të grindeshin, dolën fare nga vete, sepse nuk kishin fjetur dhe ishin shumë të ngarkuar. Edhe Jasona që ishte fëmijë që flë 2 herë dita, zakonisht flë nga 2-3 orë, ka fletur gjithsej gjysore, me pjesë. Kështu që, po, nuk do ta bëjmë atë gabim. Tani që po kalonim të disa shkallë, herë e parë, një grua që kishte shtëpinë atje, u jepte ushqim maceve, po ishin aq shumë mace, ja kemi bërë video, kemi bërë reagimin e Jasona sepse i adhuron kafshët, sidomos macet e këto, dhe ishin shumë të bukura. Kishte çdo ngjyrë të maceve. Të pëlqen macet Aila? Të pëlqen? Shumë. Tu mbahet i shurdi për mace, s'kam parë as edhe një qenë në rrugë. Mbahet për shumë mace, po aq shumë në një vend nuk isha parë. Ishte të shkallë. Kështu. I ka tani që të jap fëmijëve u bë Jasona ëmbël. Po e kuros mami të fustanin? E prisit. Της αυγής στα